Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump paralajmëroi se forcat shumë shpejt dhe shumë afër mund të ndryjnë në Gaza nën patronazhin e vetë Shtetit Bashkuar të Amerikës nëse grupi palestinez Hamas nuk arrin të zbatojë kushtet e marrëveshjes së armëpushimit. Nuk tha se kush do të hyjë, por dikush do të hyjë, nuk do të jemi ne. Nuk kemi pse të hyjmë, ka njerëz shumë afër që do të shkojnë dhe do të bëjnë këtë punë, por nën patronazhin ton, ka theksuar Trump. Kjo është një situatë e vështirë, dim këtë, kemi një angazhim prej tyre dhe supozoj se do ta respektojnë këtë angazhim. Shpresoj ta bëjnë dhe kuptoj se duhet ta bëjnë sa më shpejt. Një udhëheqës si Hamas të njëjtën rikonfirmoi angazhimin e grupit ndaj marrëveshjes së armëpushimit në Gaza, duke thënë se ajo siguron fundin e luftës, por dhe mbrojtjen e popullit tonë nga agresioni. Hamas i liroi 20 pengje izraelite të gjalla dhe dorëzoi mbetjet e 10 robërve të tjerë sipas marrëveshjes së armëpushimit. Faza e parë e marrëveshjes u arrit midis Izraelit dhe Hamasit në fillim të këtij muaji, bazuar në një plan të paraqitur nga Trump. Faza e parë përfshin lirimin e pengjeve izraelite në këmbim të burgosurve palestinez. Plani parashikon gjithashtu rindërtimin e ripit të Gazës dhe krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës pa Hamasin. Që nga tetori vitit 2023, sulmet izraelite kanë vrarë gati 68.000 palestinez dhe kanë bërë zonën kryesisht të pabanueshme.